Paralajmërimi i parë ishte bllokimi për pak minuta i rrugës nacionale që lidh Tiranën me Fushkrujën. Edhe pse lagja e tyre mban emrin Meksik, rruga është larg standardeve ndërkombëtare, e aq më tepër pritshmërive. Çfarë ngjëm në Spiropali thot ku mbledh kaq financa, kaq tatime, pse s'bën gjatja zonë, ne duhet kemi mrekulli me çdo ato premtime, me çdo lek që mbledhin ato. Koordinatori i Partisë Demokratike për ndihmë ligjore dhe denoncimet, Ervin Saliani, ishte sot në këtë aks rrugor, ku prej një viti punimet janë pezulluar. Demokratët akuzuan qeverinë për diskriminim politik, pasojat e të cilave i vuajnë jo vetëm qytetarët e kësaj zone, por edhe të gjithë veriut të Shqipërisë. Për shkak të paaftësisë, për shkak të diskriminimit politik apo për shkak të neglizhencës deri në papërgjegjshmëri, kjo rrugë nuk po avancon në punime, duke u kthyer në një burim aksidentesh, në një shqetësim për banorët dhe për qytetarët e Kamzës, por edhe për të gjithë qytetarët e veriut të Shqipërisë dhe qytetarët e Kosovës, të cilët kalojnë përmes kësaj rruge për të ardhur në Tiranë. Vlerësimi i punës së qeverisë nuk matet nga cilësia e fotove në konferencat propagandistike të sukseseve imagjinare, por vlerësimi i punës së qeverisë matet nga rritja e cilësisë së shërbimeve për qytetarët. Mesazhi i parë u dha, ndërkohë banorët paralajmëruan protesta, nëse qeveria nuk ndërmerr asnjë masë për vijimin e punimeve.